أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falëndrohet. Allahun e madhërisëm e falënderojmë për të gjitha dhuntitë dhe begatitë që madhëria e tij vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut të Dhul Xhelal, i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Dëshmi me të cilën jetojmë, për të cilën jetojmë, dëshmi me të cilën shpresojmë të përfundojmë jetën tonë, dëshmi e cila shpresojmë të jetë shkak i shpëtimit tonë ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, të pastër, të ndershme, shokët e tij, fisnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, në mësimin e kaluar na përfunduam me ajetet kuranore të surës Naml, të cilat flisnin për Salihun alayhis salam dhe ballafaqimin e tij me popullin e tij Themud. Dhe përmendëm në mësimin e fundit, në lidhje me ajetet e kësaj sure, që pas kësaj sure ne do vazhdojmë me surën Al-Qamar. Edhe në këtë sure Allahu Dhul Xhelal ka folur për Salihun alayhis salam dhe popullin Themud, dhe në 10 ajete përmenden disa pjesë, disa sekuenca nga ballafaqimi i këtij pejgamberit me popullin e tij. Çka ngërthejnë, cilat janë pikat kryesore, të cilat i mbulojnë këto 10 ajete kuranore, të cilat na tash do i shohim si ajete kuranore, që pastaj të vazhdojmë të shohim se çka konkretisht na flasin këto ajete kuranore nga sura Al-Qamar. Allahu Dhul Xhelal në këto ajete na thot kështu: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kadhabat Thamud bin nudhuri. Përgjithësuan populli Thamud para lajmërimet. Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dhalalin wa su'ur. Ata ndjekin një njeri si na, nëse e bëjmë këtë vepër, atëherë na jemi të lajthitur dhe jemi të devijuar, dhe jemi të djegur, të poshtruar. E ulqiya dhikru alehim min bainina, a bash atë e gjetë Allahu mes nesh të jep pejgamberin. Bel huwa kadhabun ashir. Ai është gënjeshtar, është lakmiqar. Sheve që përshkruajnë ata Salihun alayhis salam. Vazhdon se ya'lamuna gadan man al-kadhab al-ashir. Nesër ata do e kuptojnë kush është rënaveci lakmiqar. Inna mursilu naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Ne do e çojmë devën si fitnë për ta. E ti përcjelle çka do ndodh me ta dhe bën sabër. Wa nabbi'uhum anna al-ma'a qismatun bainahum. Dhe informoj ata se puna e ujit është ndamje mes jush. Kullu shirbin muhtadar, secili e ka hisin e vet e pijes. Një ditë devja e një ditë populli. Fanadaw sahibahum fata'ata wa aqar. E thirrën shokun e vet, atë që kishin rezervuar, kishin përgatitur për me e therr devën, e ai e mori thikën dhe e therri devën.
Fekejfe kana adhabi wa nukur, e si do tjetë dëshkimi im dhe tyre dhe shkatrimi tyre, si pas paralajmërimeve që kam dhënë. Inna arsalna alehim sayhatan wahide, ne e quam një brit më mbi ta, fa kanu ka hashimin muhtadir, e ata metën si kurse trungje të rëzuara për toke, domethënë kufoma, të vdekura, të rëzuara për toke. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir, na këtë Kur'an e kemi lecuar për ta lexuar dhe kujtuar, a ka kush e kujton ata. Kjo është përkthimi i lirë, nëse doni përkthimin në gjuhën shqipe, siç e kanë përkthyer hoxhallarët tonë, edhe fisi Themud i përgënjeshtoi paralajmërimet tona. Ata, banorët e Themudit, thanë, vallë, atë ndjekim njeri nga mesi ynë, atëherë do të ishin vërtet në rrugë të humbur dhe të shmendur, vallë, vetëm atij mes nesh të dërgohet shpallja, jo, ajo është gënjeshtar me ndje madh. Të dërguari i u tha, nesër do ta marrin vesh ata se kush është gënjeshtar me ndje madh. Ne po u dërgojmë dhe vetë për të sprovuar, andaj ti o Salih, priti ata dhe bëhu i durueshëm, dhe lajmëroi ata se uji do të ndahen ndërmjet tyre e devës dhe çdo vakt do të shihet me rënd. Por ata thirrën shokun e tyre i cili e mori dhe e theri, sa i tmerrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia, ne dërguam mbi ta një ulurim të vetme, e ata u bën si sana e coptuar në pleme. Vërtet ne kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar, prandaj a ka ndonjë që merr këshill. Këto ajete kuranore tu i lexu edhe tu lexu realisht shërimin e hoxhallarëve, me këto ajete i jep besimtarit një lloj krenarie me besimin e vet, e cila sot fatkeqësisht i mungon muslimanëve. Shife, Salihu alayhis salam kishte shumë pak njerëz me vete. Edhe shumica dërmuese e banorëve të Themudit, e Themudasve, ishin idhujtar kundërshtar. Ama e vërenin që këtë bisedë një fakt që është shumë i rëndësishëm, një lloj krenarie të jashtëzakonshme, një lloj guximi, trimnie, ballafaqimi. Nuk i lutshëm më shumë ata. O besoni, o dhe e gjeni ata që ju pret. Besim i gdhendur në zemrat e tyre, e qelikosur mbrenda tyre, nuk ka hamencime, nuk ka dyshime. Edhe andaj është i bindur se nëse ju nuk besoni në këtë që u ofroj une, shumë shpejt kam ju ndodh juve ajo që une ju paralajmëroj. Edhe të i lezu këto ajetet, e tham, na sot muslimanët i kemi këto bindje? A flasim na me tjerë të i? Për shembull, na tash rasti i Palestinës, i Gazës, ka hyrë domethënë, i është afruar tash edhe pak 2 vjetorit, edhe neve na kap një siklet, një shqetësim, një lloj zhgënjimi, një lloj pesimizmi, edhe sa të shkojë kjo punë. Pse na se e kemi sabrin me termometër dhe e kemi kurtist. Na kena sabër për 1 javë, 2 javë, kena sabër për 1 muj, 2 muj. Muna me duru na e dini çka muna me duru na? Na muna me duru shtirjen si jena musliman që na dhem ajo që ndodh muslimanëve në Gaza. Më qash muna me duru na shtirjen. Edhe ma shumë noi, në të bëhet diçka, ja paqe, ja luftë, se kështu s'shkon. Pse pi mua më varet kjo punë, pi ti më varet kjo punë. Zgjasë ato në Allahu dhu gjeral me zgjasë. Ti, ja kime konë vazhdimisht me vëllaun tanë, ja kime të rastu, zgjidhje të tretë s'ka. Së më shpëkon indiferent, asë mësë me majtë gale, asë mësë me u brengos që ka ndodhë atje. Nëse ki bindje, ti thua, ja kanë me fitu muslimant, ja kanë mu shkatru qafirat, s'ka zgjidhje të tretë. Ama 1 muj, ama 2 muj, ama 1 vjetë, kjo është irrelevant është. Në zhvillimet historike, 1 vjet, 5 vjet, 10 vjet, 50 vjet, 100 vjet, s'kan vlerë. Ja thësha pardje dikujt për vllaznive, ju e dini se, para se me marë Salahuddin Ejubi, rahimullahu ta'ala,
Jerusalimin, Mesjidul Aksan, nga kryqëzatat 100 vjet muslimanë se kanë pas Jerusalimin dorë. Jo 1 vjet, 100 vjet se kanë pas dorë. 100 vjet. E këta është normalisht është ma dhemshë, sepse këtë i ki në real time, do i shef aty për aty, si vrite, si gjutë granata, si shkatrohet, si mitët fëmija. Edhe shumë video që ata i kanë bo për interesët e veta dhe nuk kanë dalë media për tyre, donë Allah i madhëshëm dalin, se kur i kapin ato dronat, në më ato e vogla, kapter që i qujnë, në më dhonë, e ku i marin kamerat edhe ardiskat, shka së gjenë aty, për shembull shumë gjenë granatimet të qëllim ta kashtë civilve, dhe më thonë, fmi, njerëzit të pritë buk me marë, i gjujnë me qëllim, jo se ato janë rrezik potencial për këta, nëse janë të armatos, ose janë të bo sulm, jo, thjesht të pritë rend me hongër buk, ose të e marë në gjanë plastik për me dhez janë, gjera, edhe të i gjujtë të me granata. Sikur se ndodhi pak më parë, dhe më thonë, 130 vete i vranë, edhe shumë sosh i plagosën, të pritë rend me shku me marë ushqimin, në ato punkte që i bana në më dhonë. I gjutën, ato kanë shku me marë ushqim, këta rafal i gjutën. Sikur se që thuhet se nazistat i kanë ekzekutue hebrejet luftën e dytë botnore. Njëti janë të bu këta. Allah i shkatrov zullëm qarat. Edhe Allah unë dy mos muslimanve nga ze, inshallah. Mirë po, kur t'i lexojmë në këto ajete, edhe kur e shohim Saliu alayhis salam i thot atyve mos e vazhdoni avazin shumë se kam jarë. Shife arogancën e tyre, ofendime që ja bëjnë Saliut alayhis salam. Kedhabun eshir. Ti je jo vetëm rënavec, por rënavec i madh je. Kujt i thënë kështu njerit më të mirë. Edhe sot që 20 vjet e fundit, çka dini ju për ndodhive historike politike? Njerëzve më të mirë botë i thënë akuzat më të rënda. Ai tjetri hajn, mashtrues, do thot tradhtar, i zhytur në epshet e veta, 1 milion të këqija i ka. Ai heroj, ai trim, ai mençëm, ai zoti, ai aft, ai strateg, ai lagpamos, pushtetari i mirë. Ai muslimani i devotshëm, ai i ndershëm, 100.000 akuza. Gjua është e njëjtë, logjika është e njëjtë. I thanë kedhabun eshir. Shumë rënavec i madh edhe lakmiqar i madh. Me lakmin ki edhe plus arrogancë, mendje madhësi. I thëshin populli Themudit Saliut alayhis salam. Pse? Se va prish rahatin. Rahatin të cilën e kanë ndërtu ata mbi një adhurim të gurëve, i dhujtarisë. Sot nuk adhurohet guri drejt për drejti, pa adhurohen gjëra më banale se guri. Se guri është një objekt i fortë, edhe përdoret pozitivisht për shumë gjëra, domethënë për me bo kalaja, për me bo shtëpia, për me bo fura, domethënë mundesh me përdorë shumë gjëra të mira. Sot njerëzit adhurojnë gjëra më banale, që se kanë fuqinë e gurit. Edhe normalisht kur të fillosh ti me thirrje besim në Allahun e Madhërisht, krijuesin e qiellve dhe tokës, dhe në nështrim ndaj tij, këtë këta që adhurojnë gjëra tjera përveç Allahut kanë me qenë armiqtë e tu, kundërshtarët e tu. Edhe në prizmin e kësaj na duhet me kuptu pse sot për shembull kur ti thret besim në Allahun një dhe ti nënshtrohesh urnave të tij, dalin X-a dhe Y-a me emra çfarë do koft në ekranet televizive tona dhe ata dalin kundër. Edhe djemve më të mirë shoqërisë tonë i thonë ata janë ekstremista, ata janë radikalista, ata janë dhunshëm. Megjithëse torturat psiqike që u bëhen çdo ditë në ekran televizive, kësaj pjese shoqërisë sonë, është aq e madhe sa që çdo reagim i pakontrolluar i tim është normal, se presioni është shumë i madh. Megjithatë, fatmirësisht në këtë nënqjelljen tonë nuk ka asnjë vepër e cila është rezultat i daljes nga kontrolla e kësaj pjese të rinisë. Pas këtë atyre akuzave edhe ofendimeve edhe trysnive psiqike që vëvojnë ata
gazetarë të lloj-llojshëm. Ama etiketat janë të gatshme. Si ti përmbash rrugës Zotit, ai ka me të ngjit një etiketë, edhe ka mu mundue nëpërmes etiketës me i largu njerëzit prej teje. Edhe kjo është qëllimi. Gjërë kur të del një hoxhi i mirë, një davexhi i mirë, një politikan i mirë, një mësues i mirë, një zanaçi i mirë, një çka do koft, një njeri i ndershëm i mirë, ata zanaçit rreth i tij, kolegët e tij, ata që jetojnë rreth e përçark tij, ata kanë mja gjetë një shpifje, një biftan që do të na shko përpara. Një nof, një emër, një akuzë. Pse? Sepse nëpërmes këtij të mirit i del boja këtij të keqit. E ki keqi për me mbrojt statusin e vet, e akuzon këtë miri me lloj-lloj akuzash, që njerëzit të merren me akuzat ndaj tij, edhe këtë merret me pastrimin e vetvetes nga këto akuza, e ki keqi vazhdon në avazin e tij. Në këtë mejdanet, edhe hoxha në atë hoxhallëkun e tij, akuzohet për hoxhallarëve kolegë, nëse vaprish rrallëkun me etiketa vahabi, ekstremist, kështu më radhë, që ai të vazhdojë në matë që e banë, që din me bo, se tjera punë s'di të boje, që të di boje. Edhe ai zanaçi, edhe ai politikani, edhe ai arsimtari, edhe ai drejtori, edhe ai njëjtë. Do ta mësoni rregull njëtë, vëllazë. Dy gjëra. E para, kur ta shihni një njeri të mirë, të sinqert, të ditur, të përgatitur, punëtor, për krahën dhe mbrojnë edhe për krahën. Kjo është detyra e secilit prej nesh. Kur ta shohim dikant që din, është i sinqert, është punëtor, është i ndershëm, është i moralshëm, edhe duhet me mbrojtë dhe duhet me përkrah. Kush do qoftë? Kjo është e para. Edhe e dyta, kupton e lojën. Momenti që dikush u ashan më të mirin që e kemi, në ashan më të mirin që e kemi, mos gaboti me fillu me i besu akuzave të tyre, ose me upko me përgjigjen ndaj tyre. Po ti veç hec punën, shko përpara, mos u nal më marr me këta. Se qëllimi këtyre është kjo, me defokusu prej punës, edhe me fillu me dyshu në vërtetësinë e pozitës që ka kjo figurë të ti. Të gjitha mejdanet. Edhe çka është më e keqja? Më e keqja është zakonisht kush i shan figurat e mira, përderisa jemi njerëz që kena mangësi gjithsesi. Ama kush i shan figurat më të mira të një shoqërie, të një populli, të një vendit, është interesant, ata janë gatshëm me bë kompromise me më të këqit asaj shoqërie. Janë gatshëm me bë kompromise me më të këqit asaj shoqërie. Edhe kjo është paradoksi më i madh i kësaj bote. Për shembull, del dikush thot nga Gaza fajti ka Hamasi. Del e thot fajti ka Hamasi. Pse ka fajti Hamasi? Pse Hamasi domodin don me rujt krenarinë e tij, edhe nuk don me nështru. Edhe don atë kapacitet që e ka me shfrytzu për me liru vendin e vet. Këta që e shajnë Hamasin, këty me s'ju pengon se forcat armiqësore, agresore, okupatore, sioniste vrasin për 10 gradë fëmijë. Ai s'u pengon. Dhe ai s'është temë për të biseduar. Ama Hamasi, po Hamasi është këtu, Hamasi është këtu, Hamasi. Mirë dhe këtë që jeti ka Hamasi, janë musliman ose janë musliman? Nëse janë musliman, na këtë si musliman nuk kemi borç atyre me i përkrasi musliman. Po kemi borç. Gabime që i kanë ata, ka vakës kur na kina me i qela të tema. Nëse ata Hamasi musliman luftojnë me musliman, atëherë normalisht na mund na thonë valla, musliman këto, na spërzimi këtë fund. Ama më njën janë këta musliman të rima, herojt, dëshmum, domthonë këtë komandantët janë vrarë, domthonë nuk është muhabeti i lojës, ai me konë që lune se vret veten e vet. Me konë që lune jeton jashtë, e mbron veten e vet, familjen e vet, ai familja e tij, reni parë, reni dytë, këtë po vritën ata, bile me krenari, nuk e kanë gala, as nuk shefen, as nuk tutën, ato thënë, është nderë për ne me ra shahid. Kjo është më njën është, ai po lufton me popullin më të poshtër në botë, që jo vetëm na musliman po themi tash, po thot këtë bota. Njerëzi më të diga, Allah s'kena pa në historinë moderne, që me vra gra dhe fëmijë dhe me përdor urinë, domethënë si mjet usharak.
Edhe tash vjen dikush thotë valla, jo ata I kanë fajat. E këta ta me laçë këtë kulturë si vjen. Që 70 vjet janë të vrarë të prej. A ke harrutja? Ama s'kan takat ata. Po s'është puna jote, pa kanë takat ata. Ti si të bëj ti, s'është shëri për kush beteje. Ata vetë vlerësojnë takatin e vet. Vetë vlerësojnë nga dëshmirin për sakrificën e vet. Për vendin e vet janë të luftu ata. Domthonë, ata janë të luftu për një vend të vetin, për një jetë islame që kanë jetuar ata nga Gaza, sa për informat, domthonë jeta ka qenë, do të thotë jeta më fetare që është jetuar në botën arabe ka qenë në Gaza. Me gjitha ato shkollat hifzit të Kur'anit edhe me gjitha ato vajza me shamia dhe gra me nikave ka jetuar jetë shumë profetare. Jo nga pushteti, po nga tërbia familjare edhe daveti që kanë bërë xhallana për xhamia. Për ashtu andaj na duhet me kuptu këtë lojë. Çdo herë neve muslimanëve kur na del dikush me na pri, dikush ka me dalë me na e shah. E ma e keqe është që na musliman kena me fillu me I besu ati munafikut qafiri që na shah neve të parin tonë, edhe kena me fillu me dishu të I pari jonë. Edhe ma paradoks se kjo ka me qenë, na kemi pas, kemi thonë, na është mirë me bashkunu me këtë opcion, nësë atë opcion politik, me gjithë ato s'kan lidhje me islamin as erë, po me këtë zban se ki flet në emër të islamit, ama të mashtron në emër të islamit. Edhe andaj, kjo është rregull që na të mësu pa tjetër nga kjo pjesë ajeteve kuranore ku këta akuzuan Saliun se është kedhabun eshir, është njëri që rrenë domethënë edhe është lakmiqar I fortë. Pastaj shifni tash argumenti. Qalu abasharan minna wahidan nattabi. Me paskon me laçe, ky pejgamberi kishmi kuptuar se është I Zotit. Me konë diçka UFO, jashtëtoksor, ama njerë si na. Pse ai me konë ma I mirë se na, pse me konë ma I madh se na. Qa ka I ma shumë se na. Në më thonë, kur do njeri me gjithë behane, e ka letë. Ama a e ka me argumentin e saktë, nuk e ka. Andaj thot, nëse na e ndjekin këtë njeri që është si nja, inna idhe lefi dhalalin mësor, atër na jemi të lajthytur dhe jemi të shmendur. Sepse logjika e tyre e shëndosh nuk e pranoj ka faktit që një njeri nga mesi u tyre mund me qenë lajmëtar nga Zoti, I cili I sjell lajmet e Zotit, I sjell myshlet dhe I sjell vërejtjet që vijnë nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj dietarët duke janë analizuar këto ajete kuranore kanë treguar domethënë se këto ajete ndahen në 7-9 tema. Tema e parë është përgjigjëstrimi që e bëri populli Themud Saliut alayhis salam. Kjo është pa edhe në ajetet e mëhershme. Edhe kjo ka qenë ballafaqimi I gjithë pejgamberëve me popujt e tyre. Pejgamberët I kanë ftuar në besim, popujt e tyre I kanë përgjigjëstruar, I kanë kundërshtuar. Dhe u kanë thonë se oferta juve nuk është e vërtetë, nuk është reale. Është premtim I rrënjshëm. Është ofertë që nuk qëndron. Nuk mundesh me garantu ti në këtë që ti ofron. Dhe normalisht pejgamberët e Allahut xhelal kanë pas argumentet, e parë argumentet logjike që kanë përdorur, e dytë argumentet konkrete, mrekullit, mugjizat. Edhe ato kanë bërë gjëra që si ka bërë askush në atë kohë. Po kjo është për shtresën e ulët. Për elitën, për parin, ka qenë argumentet logjikore që I kanë pru pejgamberët e Allahut xhelal që t'i binin ata në besimin në Allahun një. Dhe ato janë domethënë të shumta në gjithësi, sepse Allah I madhreshëm nuk e kalon asnjë pejgamber pa e shoqëruar me argumente bindëse që I thrasin njerëzit në besimin në Allahun një. Andaj Allahu xhelal e ka përmend në Kur'an si rregull: "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Në veten tuaj keni fakte dhe argumente për ekzistimin e Allahut, a nuk I shihni ato? Normalisht në atë kohë ka qenë shumë vështirë me bë ekzaminimin edhe hulumtimin edhe studimin e trupit njerëzor për me pa mrekullinë e krijimit të Allahut xhelal aty, ama sot kjo punë domethënë është shumë e qartë. Dhe kush do me pa se sa bukur Allahu e ka kriju njeriun,
Do të një autopsi që i bëhet trupin njeriut, nxjerrën shesh ato mrekulli. Pastaj Allahu Xhelal e ka thonë gjithashtu se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum annahu al-haqq min rabbikum. Do të u shpalosim argumentet tona në horizont dhe në veten tuaj derisa ta shihni se ajo që ka shpallë Allah është e vërteta, e zbritur prej tij. Do e shef gjithësinë, horizontin, atë që ka kriju Allahu Xhelal. Në gjithësi, edhe në veten tonë ka argumente sa dush për me kuptue ekzistimin e Allahut subhanahu wa taala. Se asgjë nuk është e krijuar rastësisht edhe kot. Por çdo gjë është krijuar me qëllim, edhe ka një cak tek i cili ka me arrit. Por për atë njerëz që s'kan pranuar argumente logjike, atëherë Allahu i Madhëshëm ka dhënë atyre mrekullit dhe normalisht mas kësaj mrekullia ka qenë faza përfundimtare e argumentimit. Mas mrekullis s'ka pas afat nëse refuzon. Kushdo që refuzon për popujve, momenti që vjen mrekullia është afati i fundit. Mas saj, çka vjen? Vjen dëshkimi. Se çka ndodhi më thonë edhe me popullin e Saliut, edhe me popullin e Hudit më herët, po edhe me popullin e Nuhit alayhis salam, është më radh. Pjesa e dytë, në tema e dytë që fliten këto ajete kuranore është dilemat kryesore që i ngjallin ata. Do të e para, ku e gjeti bashkët mesin ton? E dyta, pse ai njeri si na është, çka ka më shumë se na? Do të pse bashkët e gjeti, e para, e dyta po që s'ka kur gjë ndryshe për neve si na është. E kësi lloj dyshimesh, do të shejtani i mallkum vazhdimisht i fut në mendjet e jo besimtarëve. Edhe ato gjëra mundohen me dalë me dilema karshi Islamit dhe vërtetave të Islamit. Edhe folin, kur të përplasen me hoxhallarët edhe në debatet me besimtarët, ata u zhduken argumentet. Për dy arsye. E para, për shkak se nuk janë argumente, ato janë hipoteza, janë teorema, të pavërtetume, të paverifikume, edhe normalisht momenti që ballafaqohen me fakte dhe me dëshmi shkencore, ato zhduken. E dyta, e dini pse ndodh? Se i lënë shejtani që i ka nxit, edhe i ka shtyn, me i nxjerr debat. Momenti që e shef se përplasja është e egër me dietarët, atër ik shejtani lë vet edhe ai i të lovitet mendja dhe mënyrë argumentimit dhe ngjelet për argumente dhe zakonisht debatet e këtilla, domethënë muslimanët kanë fitu për shkak të vërtetës që ka qëndruar me ta. Tema e tretë është domethënë Allahu i Madhëshëm e solli devën si shembull, të cilën e nxorri nga shkëmbje dhe këtë kemi folur edhe në ajete të tjera ku kemi folur se është mrekulli, krijim i veçantë, i jashtëzakonshëm, të cilën Allahu i Madhëshëm e bëri të mundshme thjesht vetëm për mjamu shmenën popullit të Themudit se keni të bëni me njëri që e ka ndihmën dhe përkrahen e Allahut. Edhe ajo që domethënë ndodh ka hamos me muslimanët duhet me kuptuar në prizmën e kësaj. Se nasën kalojmë me fol për temat për dishme pa e përmend edhe Gazën, mbetëm do kush për vllaznia thotë ata ona buk pa e përmend Gazën. S'mundesh me ka përsi. Por ajo që ndodh në Gaza është mrekulli. Po si ka mundësi aty në Evropë, domethënë 60.000 njerëz, janë plagos 120.000 njerëz. Janë shkatruar 85% e vendbanimeve, janë prish domethënë me qindra xhamia, këtë spitalet për hemen se janë shkatruar. Këtë burimet e ujit janë shkatruar. Ku është ajo mrekulli? Po as granata sa kanë gjujt ata në Gaza. Edhe as shtetet që janë bërë bashkë me luftu kundër popullit Gaza, atë vetë se janë 2 milion njerëz aty të gjallë hala është mrekulli. Ja se shefa. Ja, çka do me pati më shumë. Domethënë, nëse në Gaza janë gjujt 8 herë më shumë se bomba atomike në Hiroshima dhe Nagasaki. Nëse këtë shtetet më të mëdha, më të forta në botë janë bërë bashkë kundër muslimanëve në Gaza. Ata 610 ditë, 670 ditë, 10 ditë për afërsisht luftë. Halon asnjë tunel
Në më dhonë, ku ka pas robër, s'kanë mujtë me gjetë edhe me shmëtunit të robru. Ato shkjo mrekulli, ato shka kanë me veti? Çfarë teknologjie kanë me cilën mbrohen ato? Ato, e di që ka ndodhë, për lajmeve që na i lexojmë, ato kanë kalu me tenka për mi, kanë këthi mas, ushtarët kanë ecë, kanë shku, 10 herë për mi. Thënë këta të liruar, që kanë liru, na i nishmi ushtarët afër neve. Na i nishmi tenka të afër neve. Ama ato si kanë një këto, ato si kanë po këto. Këta nuk janë konë për herë në tunele, këto vetë për të regojnë. Të shpeshe neve nga kanë gjerë për tuneleve edhe kemi net në për shpia, kemi net në për vendet të hapuna. Mirë po, ata me gjitha te, as tunel, as jashtë tunelit, as njës kanë mujtë me detektu, me gjithë se krejt satelitet e përgjimit botnori kanë dorë ata. Pse? Sepse ata e kanë teknologjin, ata e kanë materje në dorë. Ama nuk e kanë me vete atë që e kanë në dorë levizin aty asaj materjes. Dhënjën e signalit asaj materjes. Asaj që e liron signalin edhe pengon signalin. Se ka diçka që e liron signalin edhe pengon. Ajo është vullneti Allahu të Gjelal. E shumë gjëra që na nuk i dim. Ama kush jep sabër? Kush jep sabër? Kush jep sabër, për shembull, jo vetëm muslimanëve, diçka është më interesant. Parzit e shifsha pres konferencë në spitalin Nasir jep një mjekë britaneze. Hajde musliman mjekë që bëjnë sabër atë që 610 ditë, s'dalin mbi atit. Ku ketë po vritmi edhe na. Po çka ishin ata për Norvegjie, për Britanie, për Amerike, mjek me shku volontera, as rrok s'marin, as buk s'kan me hongër. A i thot, unë du me jetu me juve këtëne. Edhe del për atit e mrekulluar, e habitun me durimin që kanë atati. E shashtisun me atë sjellje të jashtëzakonshme që kanë muslimanët e Gazës. Edhe ma të arogancë, edhe ma të gjakpirësi edhe gjak ftofësi që e kanë sionistat. A kuptoni kanë herë ku bim na musliman, një jo musliman, e kalon punën, ka 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 dolar rogën. E kalon, familjen e vetë, ka shku në Gazat i një moje, tu e di se ka mundësia e me kon viktim aty. Na musliman të alon me nëjnë a me vonë për Gazat. A me folë, a mës me folë. A me shkujt, a mës me shkujt. Vallaj be, me i plas zemra njerit për të keqit, tu e pasa poshtë kara gjaki muslimanit edhe nderi muslimanit edhe krenaria muslimanit. Edhe ti, hala flenë, pushon, shef, hala një pjesë mund është me bojkotu, hala shifin nga sofrat tona, ndasma tona, pijet kompanive që e përkrajnë me krenari shtetin okupator sionist. E ti valla se ne largon për gojes tonë, ma e pakta që mund është me bë. Allahu Akbar. Edhe andaj, këtë të janë mrekulli, që të regojnë se aj popull, me të vërtet është e regjistru, është e shkujt histori me gjakun e tyre, ama është sakrificë e cila nuk mundet mu përsërit në një gjenerat, në një shekull, përveç se të ki popull besimtar. Kështë të regu të regimin e mjekës pediatrës Ala en-Najjar, paramendoj është nonë, edhe nona dhe lidhja e nonës me fëmijët e vetë është jashtëzakonisht emocionale. Për 10 fëmijëve, 9 t'ja vrasin. Për 9-ve, 7 i gjenë, 2 s'va gjenë gjenazet. Burin ja plagosin rënd, djevtes edhe buri e varosin. I me të veç djali Ademi, 12 veçare, dhe i plagost. Ama ajo non që ka pas sabër për 9 fëmijët, e ka plësu me burin, ajo ka me bo sabër edhe djali 10 me i vdek. Sepse është besimtare, zemre se cilës është mush me iman. E bindun se kjo dunja është kalimtare, ajo që e për të Allah është me e madhe. Edhe
me gjithë dhimbjen e pikëllimin që shkakton, sepse nuk është 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 janë. Me burin 10. Neve në vdesin prind pleq, mas i kanë bërë 70 vjetë, 80 vjetë. Edhe ti nuk mundesh me mbajt veten edhe emocionet tuja. Mërzitësh. Prandë, fëmija më i vogël 2 vjeçar. Më i madhi 12 vjeçar. Kjo, a nuk është kjo mrekulli në vete? Që ajo thot, nuk thot unë ti i tash me këtu, thot ja, ku i kam varros familjen time, edhe unë aty kam më varros. Zotën, për krejta të 2 milion banor në Gaza që janë, nuk ka jetë më të mirë se sa në vorë. Se jeta për mi tokë për to është bo më e keqe se sa vori. Sidomos për besimtarin i cili e din se atë i cili sakrifikon këtë që ka për të fitu kënaqësinë e Allahut, i jeta e vorit është bashkë e xhenetit, edhe është fillimi i xhenetit inshallah taala. Edhe andaj, na themi edhe sot Allahu qënë mrekulli, edhe padyshim ajo që ndodh sot në Gaza, në Palestinë, është mrekulli për t'ia qelë sytë çdo besimtari, për t'ia lidhë zemrën çdo besimtarit me Allahun, për ta bindë çdo besimtar që s'ia vlen kjo dunjë, nuk ban më mashtruar me këtë botë, duhet me dashur Allahun më shumë se çdo gjë, duhet me dashur familjen më shumë se çdo gjë, duhet me dashur muslimanin më shumë se çdo gjë. E pastaj nëse Allahu t'jepi të mirave dunjës, elhamdulillah. Po nuk jep, mos më mërzit, mos më shqetësu, mos më u trishtu, as më u trazu, po me vazhdua adhurimin e Allahut dhe shërbimin njerëzimit me mësimet dhe edukatën që ne ka mësuar neve Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në tema e 4 flet natyrën e devës. Se kjo deve nuk është shifne, kjo deve është fitne për popullin e Themudit. Është provokim. Allahu xhela ka thënë mrekulli, por ka thënë edhe provokim. Edhe këto është kenaria e imanit edhe një herë. Saliut alayhis salam thotë shëra, ta dash ditën e ujit, se kjo deve është e madhe edhe pin ujë shumë. E uji që kemi në vendin ton, s'na mjafton andaj një ditë veç devja ka me pi ujë. E nesër me të ketë ju pini ujë. Provokim. E tha mune, subhanallah, a kemi be na guximin e provokimit tjerëve sot? A i na mësu të na provoku tjerë, na i na bo si të prej, veç kemi në tim të këna për tunelët më shefmi. S'na njët zoni. As vesh të në qemë, as bishti se në qemë. Qashë që ca në ka hi tutan në bakë. Saliu a.s. me gjithë se ishte pakic, ishte vazhdimisht në nkërsnim, u tha tha Allah e ka që këtë deve, është e kryu në mënyrë veçantë, është një rend që na du me nunë këtë vend. Ne dhe të pinë veç devja ujë. E dhe të tjetë pinë i keti u tjetë ujë. Mas gavënin për ishtenin. Kjo është provokim, se ato s'pranojnë, se kjo është e vërtet, o vlazin, njerëzit materialista nuk t'japin ty as grimcat, as thërmijat. Si themin atë troshkat. As thërmijat t'jepaj që është pushtet, faraoni, perandori, ai që e merr e vjel pasurinë e shtetit, ai s'është i gatshëm me dhon ti as thërmia. Edhe në momentin që ti li pak diçka i thot, ti do ma kreston mua pozitën, ti ma kreston mua rahatin. Unë djegi ty. Kështu ndodhet në pushtetin e sotit. Për pare e djegi njëri tjetrin. Këtë mos marrëveshjet e figurave të njëra politike të na, kur t'i analizojsh thellë e thellë, çka del? Mos marrëveshje për biznes interes. S'ka mos marrëveshje për ideal, ose agenda, ose plan program, ose ofertë. Është bo një tender, ku ky ka desh me mashtru atë, ky ka desh mos mi dhon atij, ai ka desh veç për vetes, ka desh për këtë, edhe janë prish. Ai tjetër njëjtë, Kjo është si kur e ka dikush pushtetin, thot, masi unë kam luftu për këtë pushtet, kam sakrifiku për këtë pushtet, këtë shka vjen për këtë pushtetit, unë e ma. E masene, si tu me dhonë dikuj, t'i japë, si mos du si japë. Edhe momentin që t'i japë prek mjaltën, a i t'i shlën gremzat. Edhe mas e ndodhin burgosje, ndodhin
afera, ndodhin ofanziva ndryshme për t'i përgos ata që normalisht me bo njerë tymnaj me bo, mu defokusu opinioni, edhe dyta për shembull me i shantazhu ata konkurrentët serios që janë, ose me i kërcënu ose me i shantazhu. Jarin qetë, janë nëse lëvizë dhe ngucësh, hëtë spektuit, ja kemi hinë burg. Edhe kështë e pas të të rinë. Tash, Salihu a.s. kër kërkon prej popullit vetë, një ditë veçantë për ujë, këj të razën ata. Ty edhe pakic, edhe ki pru sene të reja të na, edhe për na provokon, edhe për lip hise, ku jeti, që ka e të menu? Andaj, u rrit intensiteti i revoltës, të populli dominant, të jo besimtarët. Ata zatën, prej fillim kishin fillu me u organizu shtresa, që një shtres e saktume me bon një aksion, do thot, një lloj invazioni, që me bo sulmin edhe mos mu marrë vesh kush e ka bo aksionin. Dhe bratë e kishin gatshëm skemën. Kur doli devja, u shtu provokimi, kur u kërku data, dita e ujit, u shtu provokimi, këta thanë ati që kishin rezervu, normalisht zakonisht ekzekutor, realizator të planeve o gurzeza, ose planeve të këshia, e zgjedhin ma me ndjeletin. Atë i rehin shpinë se ti je trim, ti je i menqëm, ti je heroj, ti je, më realisht e gjejnë një që ma nuk i apret radakja, ma nuk i kupton mirë gjonat. Edhe këtë delqesh edhe në këtë rast. Edhe, qka thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, në këto ajete, fenadau sahibahum fata'ata waqat. E thirrën shokun e vet. Atë që kishin përgatitur, kishin rezervuar për një detyrë, ti mos u merr me asnjë punë tjetër, veç këtë punë ke. Ky rast ajo kujton një ndodhi interesante në historinë e Islamit, sunë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Betejën e Uhudit, Hindi e kishte rezervu Gjahshiun veç me një punë. Ti shtizën dorë edhe e përcjell një njeri. Kush është ai? Hamza radhiyallahu anhu. Ti s'ki kur një farë punë tjetër. Ti veç atë të vrosh, se do të luani Islamit në sa i vritet, edhe normalisht merret haku. Çdo herë armiqtë e Islamit, e pejgamberëve Zotit, e besimit monoteist, kanë që si njerëzit që janë me trup të mëdhej, janë të fuqishëm fizikisht, mirë po nuk i kuptojnë lojat mirë, e mojnë si kartë rezerve që në momentet të jashtëzakonshme ata me përdor për me arrit qëllimin e tyre. Dhe normalisht e angazhuan këtë dhe ky e mori përsipër therrjen e devës. Mirë po populli Themudit mendon se me therrjen e devës përfundon magjia. Edhe përfundon krejt loja. Nuk e kupton edhe krejt popujt e pejgamberëve, këtë popujt kundërshtar të pejgamberëve, nuk e kanë kuptuar se me ballafaqimin e tyre deri në momentin e fundit të pejgamberëve, ata nuk e kanë zbrapsë pejgamberin, as nuk e kanë shkaktuar disfat të vërtetës, por vetëm e kanë përshpejtuar afatin e ndëshkimit të tyre. E kjo është një moment që se kuptojnë qafirat, armiqtë e Islamit. Se në momenti që ata kanë arogancë, kanë fuqi, që ata vrasin, presin, shkatrojnë, ata mendojnë se na kështu kena miqduk ata. Realisht, këtë kjo që bëjnë ata, nuk e zmbrapës Islamin, as nuk i poshtron muslimant, as nuk jep disfat Islamit, por vetëm se e përshpejton afatin e ndëshkimit të tyre. Andaj në momenti që ky e theri këtë deve, që ka ndodhi ndëshkimi i krejt banorëve të Themudit. E të gjikush ka musim me thonë, po pse krejt banorët e Themudit, a ky e vrajti, edhe një grup që ishte, thënë ulemat, për shkak se këta
ishin dakord me këtë që e bone këtë, se populli thonë, mirja bone, se të huna në ardhë, se në durëshë. Hajde një herë, hajde jarë përnë, shumë provokim, edhe i dopt, edhe pak edhe provokike vazhdimisht. Mirja bone. E ta shef shka ndodhë me ty. Për kraja fanatike e ndodhive, pa i menu mirë, pa i analizu mirë, pa u reshtu si duhet, cjenë situatë që ti me qenë bashkëfajtor. Ande kjo është ajo që na tentojmë kohën e fundit me botë qartë për besimtarët, që heshtja, jo gjëherë është e lavdrume. Se kur të heshtishti me një konflikt mes të vërtetës dhe të kotës, ti realisht reshtohesh me të kotën. Nëse ti të flasisht të ambrojsh të vërtetën, edhe ti hesht, atër faktisht ti, momentin që selmohet e vërteta nga e kota, hesht ti realisht reshtohesh me të kotën. Edhe e kemi përmend disa herë, ka nevojë me përmend vazhdimisht që të gdhendet në kujtesën tonë, edhe të gdhendet në ndërdijen tonë si e vërtet e pa diskutueshme, në atë shembullin shumë stilistik që kanë përmend dietarët e mençur, momentin që kanë konflikt ujku me delen, me qeni pa anshëm, të më thonë je me ujkun. Të së më thonë tash unë jam i pa anshëm me shef se ujku e silmon delen, dhe delja vetë mund të më mbrojt, edhe që vonë i rënë, këshirë dhe më thonë serë. Që ndodhë në atë rast? Ujku ka me fitu. E qëndrimi i pa anshëm këtë rast është rështim me ujkun. Pra atë shkak na kemi nevojë me i kuptu mirë të gjonat. Se dhe populli Themudit, jo që ne t'i heshëm për e përkrahi zullumin e ati kriminalit në therin e deves, edhe këtë ata u denun pastaj. Po edhe ata që kanë qenë të heshtur janë denun. Kush shpëton kësi rast e vetëm a qëtër ka shi, keqës. Andaj ne i themi vllaznive, hoxhallarëve, xhamatit, besimtarëve, intelektualëve, gjithve, reni ka shi të keqës, dilni ka shi të keqës, folni kundër të keqës. Shifne, kur thamë ne dilni ka shi, rini ka shi, nuk thamë të bësh budallakia. Dhe që më thësh nëse tim thaë. Unë thamë, menoj fenomenet, analizoj, edhe fol kundër tyme me fakte, me argumente. Bon front kundër të këqijave, mbledh bashkëmendimtar, organizohu, mbjell e farën e mirë, përhape mendimin e mirë, dhe mbledhi bashkëmendimtarët, ofroni oferta tjera për njerëzimin, edhe luftoni mendimet e këqija, rini ka shi. Në këtë kuptime kam qëllim. Jo vështime bërtit, se bërtet një saat, dy saat, shterët fytja dhe mos, ama rikashim me projekte, rikashim me ide, rikashim me aktivitete, rikashim me angazhime, rikashim me bashkim forcash. Edhe ashtu normalisht që kena me fitu me lejnë Allahu Gjelal. Po pas të së shmënësia fitojmë në asë fitoj, kërësore rrugën e lomë të rasum. Kush vjen pas nesh do shta, është me i Zoti se na dhe vazhdon udhëtimin e tij. Andaj فنادوا صاحبهم فتعاطى وعقر أثيرا شوكun e vet dhe ai e mori fikën dhe theri فكيف كان عذابي ونذر e tha Allahu e tash si ishte realizimi i premtimit tem a ju dhimbti normalisht ju i ka dhimbt atyve inna arsalna alehim sayhatan wahida na e çum një pritmë një zhurmë فكانوا كهشيم محتضر u bën domodin copa të shpërndama në advent wala qad yasarna alquran alladhi ka fahal mudhakkar na kemi lezu Kur'anin për ta kuptuar a ka kush e mendon. Domethënë edhe kjo ishte në tema e fundit se Allahu i shkatroi ata. Shifne prej takimit të parë që kishte Salihu alayhisalam me popullin Themud. Ofroi besimin, ata e refuzuan. Deri në fund. Domthon pjesë pas pjese, si një lloj drame zhvillohet, pjesë pas pjese. Përfundoi me çka? Me shkatrimin e popullit Thamudit. Zotë njerëzimi para thirrjes së pejgamberëve i ka dy zgjidhje, s'ka tretë, dy. O ka me pranu thirrjen e pejgamberëve, edhe ka me ndjek rrugën e tyre,
e ka me jetu jetë të kanshme edhe e përsi ka me pas këtë botë edhe xhenet në ahiret, ose ka me kundërshtu, ka me pas peripeci, përplasje, vështirësi, shkatrim këtë botë dhe normalisht shkatrim në ahiret. S'ka përfundime të treta. Unë edhe ti do të me zgjedh. A kena me qenë për atyre që ndjekim rrugët e pejgamberëve, edhe kena mi pas peripeci që kanë pas pejgamberët, edhe i thartë e tyre, edhe kena me pas sabrin dhe qëndrueshmërinë në rrugën e tyre, edhe kena me paguajt koston, çmimin e qëndrimit në këtë rrugë, që pastaj të fitojmë edhe e përsi, edhe fitore në këtë botë dhe normalisht gjendet në ahiret, apo kena me luhat, apo kena me dështu, apo kena me hezitu, apo kena me u ligështu, edhe kena me dalë për rrugës, edhe kena me vazhdu me na marr ujë me tjerët bashkë, edhe Zoti mos na boft me urin gjallë me ata që e kanë luftuar dhe kanë kundërshtuar Islamin. Po kjo është përfaqësimi, domthonë është sqarimi si përfaqësoi këtyre 10 ajete të surës Al-Kamer. Inshallah taala në ditën e ardhshëm do vazhdojmë me mësimet dhe porositë që dalin nga këto ajete kuranore, që pastaj të kalojmë në surat që vijojnë inshallah taala, duke lutur Allahun të na jep të bëjmë vepra të mira, të na japë sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami, për të marrë këto mësime dhe porosi Allahu i madhëshëm na bashkoft bashkë në çdo firdos në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.